Në ambientet e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës u zhvillua ceremonia e promovimit të librit Bashkëpunëtori Drejtësisë, monografia autorit dhe gjyqtarit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Florian Kalaja. Në këtë promovim morën pjesë gjyqtar, prokuror, avokat, pedagog, student dhe përfaqësues të institucioneve të drejtësisë. Gjatë aktivitetit të pranishmit vlerësuar rëndësinë e veprës si një kontribut i vyer në literaturën juridike shqiptare. Në fjalën përshëndetëse, kryetari i gjykatës së shkallës së parë Vlorë, Fioral Behari, tha se ky botim përbën një kontribut të rëndësishëm në literaturën juridike shqiptare. Një standard shumë i mirë për të ndjekur edhe nga ne gjyqtarë të rinj. Madje gjykata e Vlorës ka patur fatin ta ketë pjesë edhe të kemi edhe ne një model për ta ndjekur. Në këtë kuadër dua që ta falenderoj nivelin gjyqësore. Së fundmi, në aspektin e librit të cilën ne do të jemi mbledhur të promovuar sot, e vlerësoj për temën që ka përcjellur kolegu jon, pasi sot më tepër se kur vlerësoj që Instituti i Bashkëpunëtorit të Drejtësisë është shumë aktual. Pasi nga njëra anë lidhet me nevojën e shtetit për të luftuar krimin organizuar si dhe korrupsionin, nga ana tjetër duhet kemi një balancim me ruajtjen e të drejtave, mbrojtjen e drejtave të individit si dhe barazim përpara ligjit. Vlerësoj paktën nga një sy që kam hedhur në librin e kolegut, i ka trajtuar dhe i ka prekur në mënyrë shumë plotësuese disa problematika lidhur me të institutit. Drejtuesi i prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të Vlorës, Erion Shqari, tha se vepra sjell një analizë detajuar të një instrumenti të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar. Kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatisë Max Haxhia tha se botime të tilla pasurojnë mendimin juridik shqiptar dhe krijojnë mundësi për debat profesional mbi institucionet më të rëndësishme të drejtës penale. Edhe është punuar nga njëri që i ka hyrë gjërave i hyrë me themel. Dhe jo vetëm në themel, por edhe në detajet të çdo gjë më mbrapa, kaq oreks madh është në punime shkencore sa çdo gjë më të tjerë që punojnë në atë temë. Dhe mund të them me kompetencë që ky libër është rezervuar totalisht dokumenteve shpërmbajtëse. Zëvendës rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali Frosina Londo tha se për universitetin është kënaqësi të mirëpresë aktivitete akademike të këtij niveli. Sot është një moment mjaft i rëndësishëm, është një moment për të thënë që i nderuari doktorat profesor Florian Kalaja, i cili nuk është për herë të parë në këtë sallë të Universitetit të Vlorës, e sa kujtoj ka dialoguar me studentët dhe pedagogët dhe miqtë e fushës së drejtësisë rreth librave të cilët ka shkruar, dhe ky është një tjetër tash moment i rëndësishëm i cili jam i sigurt që do të kthehet një dialog të rëndësishëm. Për faktin e thjeshtë se ne në Universitetin e Vlorës kemi edhe parlament të rëndësishëm të universitetit, që është Departamenti i Drejtësisë, që ka fatin dhe shkolleve të cilët nuk kanë dhe më falenderoj sot, ka fatin të ketë student e ekselencës, student të apasionuar të cilët kemi pasur rastin të shikojmë në konkurse të ndryshme, në aktivitete të ndryshme. Ne si pedagog dhe unë personalisht jam shumë e kënaqur se të shoh student të ekselencës që janë mjaft të interesuar për zhvillimet aktuale të drejtësisë dhe për sfidat që ka. Vetë autori Florian Kalaja prezantoi përmbajtjen e monografisë, duke u ndalur tek aspektet teorike dhe praktike të bashkëpunimit me drejtësinë, si dhe rëndësinë e këtij mekanizmi në sistemin penal modern. Falënderim të veçantë për Universitetin Ismail Qemali, sigurisht nuk është hera e parë, ju premtoj që nuk do jetë hera e fundit, pasi ky nuk mund të jetë libri i fundit, por është më i fundit. Duke pas parasysh se sa ka për të shkruar këtë lloj fushë ku ushtoi veprimtari. Faleminderit kryetarit gjykatës shkallës së parë, faleminderit zotit Behari edhe gjithashtu edhe drejtuesit prokurorisë zotit Shqari. Faleminderit për zemrën gjithashtu edhe për kolegët gjyqtar, prokuror, të cilët takova, avokatët, për studentët sigurisht, sepse u kam mirë se sa krijojmë ura komunikimi me ato që do shndrohen kolegët tonë për çështje vitesh. Dhe pavarësisht se mund të duket e largët, kështu mendoj edhe unë 2004-2008 kur isha SIU në pozicionin e studentit, kur shikoja ti kë që është këtu ku jam unë, edhe që thonte pak a shumë
me fjalë tjera, ka gjëra që unë po them tani, por ju siguroj që është vetëm çështje kohe për të ndruar pozicionet dhe ju uroj secilit për ju suksese në vijim, sepse jam I sigurt duke njohur të stafin e Departamentit të Drejtësisë, pjesën tjetër të universitetit nuk e njoh, stafin e Departamentit të Drejtësisë, keni pedagogë shumë të mirë, që janë shumë të përkushtuar dhe që me një përkushtimin tuaj është sigurt që është vetëm çështje kohe që ndrojmë pozicionet dhe jemi ju kolegët tanë në vijim. Kështu që ju uroj suksese. Promovimi u shoqërua gjithashtu me diskutime dhe pyetje nga të pranishmit, duke kthyer takimin në një forum të vlefshëm akademik dhe profesional mbi çështjet e drejtësisë.